Dhe kemi këtu me parashkrimin e datës 19, data 19 qershor të 2026. Kemi të bëjmë një ditë shumë të rëndësishme për nga ana ekonomike, por gjithashtu dhe ndryshime të mëdha që vinë drejt vazhdimësisë, ekonomisë dhe disa takimeve që mund bëjmë. Duke pasur parasysh përfitojnë shumë, siç janë shenjat e ujit, nuk diskutohet, nuk vjen dyshim sepse kanë bën edhe mundësin, por kanë edhe rastin më të mirë për nisma të reja në çdo fushë, në çdo drejtim të jetës së tyre. Por meqense ka të bëjnë shenjat e ujit dhe shenjat e ajrit, shenjat e ujit siç është gaforja, por në anën tjetër kemi akrepin dhe peshqit, kurse në shenjat e ajrit ka të bëjnë shenjës së binjakëve, të shenjës së ndikimit dhe të mundësive peshores, por në krahun tjetër kemi dhe ujorët, ku janë mundësinë dhe periudhët që ata ndodhin fenomenet. Ka të bëjë shumë me ndikimet dhe takimet të rëndësishme. Po takimet e rëndësishme janë shumë të mira sepse los një rol shumë të rëndësishëm. Pikërisht kjo ditë e premte është dhe një ditë që vërtet simbolizon, stabilizon ekonominë, por njëkohësisht edhe takime të rëndësisë së veçantë, që do thotë dashuria e munguar apo diçka tjetër. Prandaj keni mundësinë dhe kohën e dur për të bërë zgjedhjen e dur. Këta shenjat është e mundur e gjithë dita, sidomos para ditja dhe deri në orën 16, është një nga kohët më të mira të mundshme për stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Momente që kanë të bëjnë gjithashtu ka të bëjnë edhe me një takim mjaft pozitiv, sepse duke pasur parasysh edhe një takim punës ose një kontratë rëndësishme është e mundur të ndodhi sot para dite, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment për të zgjidhur gjërat e pasgjithshme. Gjithashtu na dreka për juve që jeni në për të bërë një takim me supervisor ose supervisor, ose diçka që keni të bëni me punëdhënësin, është mirë të rishikoni disa çështje kontratash që ata mund t'ju ofrojnë, ose nëse ju jeni të gatshëm për të firmosur, pse jo, mund ta bëni, sepse është koha juaj. Tani para se fillojmë parashkrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj që nëse dëshironi parashkrime të detajuara, atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni astrologu.al dhe më pas shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë pastaj për gjëra të tjera nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Fillojmë pa humbur kohë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e kuptimit të së ardhmes, që të është shenja së dashit. Shenja e dashit duket se na jep mundësinë dhe kohën për sa i përket ndryshimeve, sepse shenjat e zjarrit kanë pasur mjaft çështje të lëna pezull nga ana e kaluar, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar sepse ndryshimet që kanë bënë dhe mundësitë që jepen tani e tutje janë disa mundësi, jo një mundësi, por disa mundësi të mira ekonomike, financiare, disa mundësi që vërtet është koha juaj, është momenti më i miri i mundshëm sepse stabilizoni anën ekonomike financiare, stabilizoni disa takime që keni lënë pas dore, pezull do thosha unë, por është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment, sepse do të zgjidhni çështje problematike, do të zgjidhni gjërat e pasgjithshme në anën tuaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të dhjetëdijshit të parë, me ujor të dhjetëdijshit të tretë, keni diçka shumë të rëndësishme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme që do thotë shenja e demit. Demi duket se është shumë i qetë mbi atë çka kërkon dhe udhëheq, sepse kjo periudhë është një periudhë për ata që kanë të bëjnë shumë me ekonominë dhe me ndryshimin e madh që lidhet me fushën e biznesit, me fushën e karrierës. Me fushën e karrierës është dhe një nga mundësitë më të arta, një nga momentet më të mira të mundshme dhe koha e duhur për zhvillime, për ndryshime dhe periudhën më të mirë të mundshme në anën e biznesit. Në anën e biznesit, sidomos keni diçka shumë të rëndësishme juve të kësaj shenje të dhjetëdijshit të parë, por është një moment tjetër tani për tani do ta thosha unë sepse ka të bëjë shumë edhe me një udhëtim pune apo kontrate. Është momenti juaj, është periudha mjaft ndikuese dhe rrezatuese për shumë gjëra dhe shumë ndryshime pozitive që do të keni dhe anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të dhjetëdijshit të tretë dhe ujor të dhjetëdijshit të parë është perfekte, por një kujdes të veçantë të palidhurit që kanë një me peshore, mundoni ta mbani mjaft të fshehur në kuptimin e fjalës, jo të ta ekspozoni, sepse kjo lidhje është një lidhje për të shkuar në altar dhe jo për të kaluar kohën. Prandaj keni kujdes në këtë drejtim sepse gjërat janë mjaft ndikuese. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët, në fakt, binjakët duket se tani kanë disa mundësi, por ajo që do të duket është mundësia e paras.
sepse disa takime që do bëni sot, disa takime që keni pasur më përpara për t'i realizuar dhe këtë i realizoni sepse është koha juaj, është momenti për sa i përket mundësive dhe çështjeve të biznesit tuaj, sepse me biznesin ju e jeni pak a shumë të ndikuar dhe mjaft pozitiv. Dhe është pikërisht ky moment dhe momenti më i mirë i mundshëm që është ekonomia, është stabilizimi dhe pozicionimi i planetave që ju jep dhe si mundësi, por dhe si kohë, sepse momentet që keni tani tutje ju janë momente rutinë për sa i përket ndryshimeve, por në anën tjetër keni disa çështje të lëna pezull dikur dhe keni pasur disa çështje problematike të pazgjidhura më përpara. Dhe kjo vjen një moment tani, është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal mbi takimet, mbi bisedimet të rëndësishme dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe periudha më e mirë e mundshme për zgjidhur gjërat e pazgjidhshme. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me Virgjëresh, duket se ka një rrugtim të lumtur mbi atë çka juve kërkoni dhe ëndërroni, dhe një ëndër që bëhet realitet është pikërisht kjo dhe ju ndihmon mbi gjëra të tjera. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që shumë ndikuese, pozitive në ekonomi, pozitive në ndryshime të mëdha financiare, me financa sidomos, ka diçka shumë të madhe tani tutje, ka diçka që vërtet është ajo që do thot stabilizim, do thot ajo që kam të bëj me ekonominë, kam të bëj me ndryshimin e madh që do thot punë, do thot stabilizim, do thot edhe ndryshim. Po ndryshimi në fakt tani për tani nuk është se juve doni të bëni ndryshimin e madh në ekonomi, por të mbani këtë standard edhe të rrisni ekonominë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme, por kujdes me peshqit, se me peshqit keni pasur një histori të dhimbshme, por mundoni që ta rregulloni tani tutje sepse është edhe koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, të shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese mbi atë çka rezulton ose rregulloni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Në fushën e punës do thotë që vërtet ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë edhe me një zhvillim të ri, sepse do lëvizni nga një vend pune që jeni, por me një punë të re që e prisni, sepse kjo ditë e premte është dita afërditës, por edhe një ditë që rregullon, starton shumë gjëra në jetën profesionale dhe personale, që këta janë të shenjës së luanëve. Për luanën e personale kanë mundësinë dhe kohën e duhur, zgjedhjet e zhvillimet, mundësitë dhe pikë referenci që kanë bëjnë me punën dhe ekonominë, por njëkohësisht edhe disa çështje të rëndësishme financiare, me financa që sidomos kanë disa mundësi të arta, disa mundësi që vërtet është ndryshimi dhe marrja e vendimit të rëndësishëm. Në marrje vendimit të rëndësishëm nuk ka vend për të shqetësuar apo për të gëzuar në këtë aspekt, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, më të arta që kanë të bëjnë dhe një nga çështjet madhore stabilizuese dhe konkretizuese për juve të kësaj shenje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë, është perfektja, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja dhe ju takon juve. Në lidhje me dashurinë, një dashuri e munguar keni pasur dikur, është momenti tani për të arritur qëllimin. Dhe çështjet të tjera që do të keni është mundësia dhe koha për sa i përket ndryshimeve dhe vendimeve të rëndësishme. Lidhja afatgjatë është me dëm dhe me shigjetar të diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e Virgjëreshës. Përsa për kjo shenjës së Virgjëreshës, duket se tani për tani ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me disa ndryshime pune, ndryshime karriere do thosha unë, sepse tani për tani disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç e prisni juve, por janë rrugtimin e tyre, janë ndryshimin e madh që mund të keni në fushën e punës tuaj. Se Virgjëreshat kanë ndryshime të mëdha financiare dhe ekonomike, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me gafore duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshores duket se tani kanë disa mundësi, por një nga mundësitë që kanë dokumentacione. Lidhje me dokumentat duket se gjërat janë në favorin tuaj, sepse peshoret janë këtë periudhë janë në favor dhe janë në mundësi të më të mira të mundshme që kanë pasur dhe kanë në anën e tyre dhe disa ndryshime që mund të kenë tani tutje, janë ndryshime pozitive dhe mjaft të ndikuese në anën ekonomike financiare, në biznes dhe jo vetëm. Por çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë, lidhjet e biznesit dhe të karrierës, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive tani tutje. Takimet, bisedimet, koha e artë
për sa i përket punës dhe karrierës jeni në anën tuaj. Çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me shqytetar duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akripëve. Me akripët tani për tani, sado që lidhet dhe ekonomia ose keni si bazë vazhdimsinë, kjo do thotë një nga rëndësitë më të mira që do të keni në ekonomi. Stabilizimi është në dorën tuaj, sepse keni edhe disa gjëra të tjera në lidhje me një pasuri të paluajtshme, edhe pse disa probleme të mbartura prej shumë kohësh, duke se i zgjidhni pikërisht tani. Është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për ta stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me ujorë të dhjetëdijshit parë dhe me binjak të dhjetëdijshit tretë, keni mundësinë për zgjidhur shumë probleme, për zgjidhur çështje të pazgjidhshme, kohën e duhur për mënyrën dhe mundësinë dhe anën ekonomike financiare. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse me sa duket i keni të gjitha mundësitë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shqytetarëve. Për shqytetarët duket se keni disa mundësi, por një nga mundësitë më të mira duket se ka të bëjnë me punën tuaj, ka të bëjnë dhe me karrierën tuaj, me karrierën sidomos, sepse jeni në fushën e karrierës tuaj, jeni në fushën e ndryshimit madh, por prisni shumë gjëra që të ndryshojnë, shumë gjëra që të arrini në fushën e punës tuaj. Por njëkohësisht keni dhe disa ndryshime të papritura. Ndryshime të papritura që është ekonomia, është stabilizimi. Çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdijshit parë, me ujorë të dhjetëdijshit të tretë, ka diçka shumë të madhe dhe shumë pozitive për të ristartuar anën ekonomike financiare dhe për të nisur diçka të re. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me gaforet të dhjetëdijshit parë dhe virgjëresht është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapëve, bricapët duhet bëjnë pa kujdes sot për sot, do thosha unë, se kanë mundësinë, sepse do t'u jepen disa mundësi, por nëse duan që të bëjnë lëvizjen nga puna për arsye një ekonomi më mirë ose rritje në detyrë, rritje ekonomike me pak fjalë, është e mundësi që mund të ndodhi, por varet sa jeni ju të gatshëm të përgjigjeni kërkesave që të tjerët kanë ose çështjeve të tjera që mund keni gjatë kësaj rrugtimi. Megjithatë, është një nga periudhat që kërkon vëmendje, kërkon kujdes. Kërkon kujdes me pak fjalë, por juve keni mundësinë dhe periudhën për të nisur diçka dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me peshorët e dhjetëdijshit parë, gaforet e dhjetëdijshit tretë, gjërat janë perfekte dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndryshimeve, e kuptimit dhe e mundësive për sa i përket dokumentacionit dhe një çështje problematike që kanë pasur në punën për këto 2-3 ditë, por që zgjidhet sot. Këto janë ujorët. Ujorët po shikoni kanë pasur dhe janë në fakt në lidhje me disa zhvillime të papritura, mund të themi, në lidhje me takimet e punës ose disa gjëra tjera që do të ndikojnë tani tutje. Është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme, pse jo, sepse puna tregon që juve jeni me fat në këtë periudhë, i keni të gjitha mundësitë, edhe pse ujorët duken si pik ndryshimi, por të janë ndryshime një pas njëshme, janë ndryshime që vërtet ndikojnë në çdo lloj fushë, në çdo lloj drejtimi. Është në mundësia shumë e mirë e artë në ekonomi, e artë në zhvillime dhe në disa ndryshime të tjera. Megjithëse në ndryshimet kemi të bëjmë me anën e punës ose anën e karrierës, karriera sidomos është ajo çka jemi, çka kemi dhe ku do të shkojmë. Pastaj ndryshimit të tjera që janë mbi vendimet, mbi ndryshimet, mbi kohën e duhur ekonomike financiare dhe pozicionimi i planeteve është një anë mjaft pozitive dhe konkrete në gjëra që do të bëni. Mundësit janë të arta, veprimet dhe vendimet janë të rëndësishme, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar dhe një moment është shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse ujorët janë mjaft përpara për të qenë në këto kohë në fushën e biznesit. Në dashuri, me virgjëresh është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa përket peshqeve, meqenëse peshqit duket se tani për tani janë në kohën e tyre, janë në momentin e tyre, janë dhe në mundësitë që do të kenë dhe periudhën që do të ndikojnë. I keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për nisma të reja dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Në marrje vendime të rëndësishme është kjo periudhë, është ky momenti i mirë i pozicionimit të planeteve, i kohës së duhur mbi takime, ndryshime, rregullime, startime dhe stabilizime. Prandaj mos më shqetësoni fare se keni gëzim më tepër, do të thosha unë, se sa gjëra të tjera, ku kjo periudhë është e juaja dhe është mjaft favorite
për ekonominë, favorite për gjërat e tjera që do të keni dhe shumë mundësira të arta që do të vinë mes jush. Në fushën e dashurisë duket se me peshore është perfekte. Kjo ishte parashikimi i ndikimit të madh dhe pozitivitetit që ju e keni të datës 19. Data 19 qershor të 2026. Por pas të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, për juve që jeni të interesuar për parashimet e detajura, kemi astrologu.al, është ajo faqja roz aty, duke zgjedhur paketën tuaj ose doni të flasim për më tepër nëpërmjet emailit, duke dërguar emailin tuaj tek sekretaria, jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti pastaj me përgjigje nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Unë Rrupulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.